Të nderuar shikuesi, ne përsëris së bashku tashmë në pushimin e supersfidës Partizani Vllaznia, barazim 0-0 pjesa e parë. Kam këtu pranë Erçet Tafilin, ish futbollistë të dyja skuadrave. Natyrisht me vllaznin për shumë vite, por edhe për Partizanin, madje duke shënuar edhe vllaznisë. Është 0-0 pjesa e parë. I drejtë ky rezultat? Deri tani duket rezultati drejt, po shikoj një nesër të luftuar mjaft, por edhe dy skuadrat të kujdesshme, sepse duke marrë parasysh se ndoshta një gol mund të shojë këtë rrjedhën e ndeshjes, po kujdesen të dy edhe trajnerët po dhe skuadrat tani brenda në fushë. Në gjykimin tim do kisha dashur të rrezikonin pak më shumë, sepse skuadra po performon mirë, po e rëndësishme janë 3 pikët siç duhen patjetër. Në fakt të fillimit të ndeshjes, Haxhia një ish drejtori i Partizanit, por menaxher futbolli parashikoi ndeshjen me gola, madje theksoi 3-3. Larg duket, duhet ta shkojë 0-0, nuk ka gol. Jo, këtë ndeshje është gaci janë bërë mjaft vështira, sepse skuadrat e marrin masa shumë, analizojnë shumë detaje kundërshtar, edhe shumë e vështirë të realizosh shumë gola. Janë ndeshje ku me një gol ndoshta dahet edhe këtë ndeshja. Deri tani nuk kemi parë lojë shumë efektive, shpresoj pjesën e dytë loja të jetë më efektive, edhe të shikojmë ndoshta më shumë aksione. Në super rasti Satmales, portieri i Partizanit, përdoroi dhe e largoi nga trekëndësi. I kemi mundësi mirë vllaznia. Një rast individual shumë i mirë i Esatit, të drejtën, ku ne presim shpesh nga Esati të realizojë kështu aksionesh, por duhet konkretizohen me gol, duhet të shkojmë te shënimi i golit. Në pjesën e parë u ndeshua me performën e kuq portieri i Partizanit për këtë Garnaja. Do të thënë, pankinën e Partizanit? Vështirëson të drejtën e lojën e Partizanit, sepse këshillat e gjatë lojës janë më të shpejta kur është trajneri në stol. Normalisht ata kanë përgatitur nesër gjatë javës edhe nuk do ketë ndryshime gjatë lojës, por ndihmesa e trajnerit në stol normalisht duhet. Si parashikon pjesën e dytë? Përket ndryshim rezultati? Unë mendoj një nga skuadrat do shënoj, shpresoj se Vllaznia normalisht, por shikoj me rezultat ngushtë 0-1. 0-1 dhe me autor të golit? Autor të golit po themi përhershmi Bekim Balla, se e presim me pjesën e dytë ndoshta të japë edhe diçka më shumë. Ky pretendor fillus është parashikimi i Erçet Tafilit, ish futbollist i Vllaznisë, por edhe i Partizanit 0-1 parashikon Tafili për Vllaznin me autor Bekim Balla. Faleminderit Tafili, shpresojmë të